fonde që Për herë të parë qeveria kthen vëmendje në disa prej qendrave urbane të Shqipërisë ku nuk ishin kryer investime prej dekadash. Pas reformës në Fondin për Zhvillimin e Rajoneve, 10 rabashki kanë përfituar nga buxheti prej $100 milion që i dedikohet vetëm projekteve për pushtetin lokal. Sipas kryeministrit Edi Rama, deri më sot, investimet janë bërë për interesa politike dhe për shkak të kësaj sjellje, në Gjirokastër qeveria shqiptare nuk ka investuar që prej viteve 80, ndërkohë që në Berat nuk është bërë asnjë investim nga qeveria që në vitet 70. Kushtet e Beratit dhe Gjirokastrës, të këtyre dy vlerave të njohura jo shqiptarisht, por botërisht, si vlera të trashëgimisë kulturore botërore, sot janë aktakuza më e madhe për politikën tërësisht qorre të investimeve dhe për dritshkurtësinë me cilën qeverit kanë parë burimet tona të zhvillimit. Të investosh në Berat dhe të investosh në Gjirokastër nuk është të investosh në dy qytete. Është të investosh në dy burime ekonomike, zhvillimi. Ndërkaq Bashkim Fino, bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Territoriale, ka theksuar se kjo reformë është e nevojshme për t'i bërë njësitë vendore të afta të thithin investime, dhe koha nuk pret më për miratimin e hartës së re. Nuk ka kohë më që të presim, por një orë më parë ne duhet si kuvend, si Komisioni Posaçëm Parlamentar të miratojmë ndarjen e re administrative të vendit, që konsiderohet strategjik nga partneritetit dhe nga partnerët tanë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja. Që do të thotë është mundësia e fundit që opozitës si themi, udhroni hajde ta bëjmë bashkarisht të reformë shumë të rëndësishme të ndarjes territoriale. Ndër projektet kryesore që fillojnë nga puna janë ato për Beratin, Gjirokastrën, Fierin, Bulqizën, Korçën, projekte që do ndryshojnë fytyrën e këtyre qyteteve. Parë të një zinxhiri vlerash që do shkojë në rritje.